Një mesazh i papërshtatshëm i ardhur në Instagram ka bërë që emri Efi Dhedhes të përmendet sërish në rrjetet sociale. Ish-banorja Big Brother VIP e njohur për reagimet spontane dhe pa filtra ka vendosur të publikojë një screenshot nga biseda që i ka ardhur në story, duke i ekspozuar ndjekësit mënyrën se si shpesh personazhet publik përballen me komente ofenduese apo provokuese online. Në mesazhin e publikuar, një person i shkruan Efit: "Sa e ke çmimin për një natë, Efi?" Një koment që është konsideruar nga shumë ndjekës i tepërt i rëndë dhe degradues. Megjithatë, Efi ka zgjedhur të mos reagojë me nervozizëm, por me ironi. Mbi postim ajo ka shkruar: "Loti ujë", shoqëruar me emoj duke qeshur, duke lënë të kuptohet se ka marrë me sportivitet situatën. Nuk është hera e parë që figura të njohura shqiptare publikojnë mesazhe thyese apo provokuese nga ndjekësit, një fenomen që vazhdon të jetë shumë i përhapur në rrjetet sociale. Në rastin e Efit, reagimi i saj duket se ka qenë një mënyrë për të treguar se nuk ndikohet nga komente të tilla, por edhe për të nxjerrë në pa nivelin e disa mesazheve që personazhet publik marrin çdo ditë në privat. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.